Shikues të nderuar, në vazhdim japim lajmet e orës 15. Institucionet e sigurisë dhe inteligjencës së Kosovës kanë vlerësuar se ka përpjekje që tubimi në Gazimestan në shënimin e festës së Vidovdanit të jetë masiv, ka thënë kryeministri në detyrë Albin Kurti. Kurti në mbledhjen e qeverisë ka thënë se pushteti në Serbi mund të nxjisë incidente në Gazimestan që ta heqë vëmendjen nga protestat e brendshme që do të zhvillohen nesër në Beograd. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve serb që të respektojnë ligjin dhe të mos bien pre e provokimeve. Në Serbi mund të shfrytëzojë elemente destruktive për të nxitur incidente në Gazimestan. Sipas vlerësimeve të institucioneve tona të sigurisë dhe të inteligjencës, ka përpjekje që tubimi në Gazimestan të jetë sa më masiv. Prandaj janë organizuar grupe serbësh nga Serbia, Malezi dhe Bosnia-Hercegovina që të vinë në Kosovë nesër. Tradicionalisht, grupet e tilla kanë qenë provokuese duke bartur simbole nacionaliste serbe e ruse që bien kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe janë gjithashtu dhe kundër vlerave demokratike dhe evropiane. U bëjmë thirrje të gjithë bashkëdhetarëve tonë që gjithashtu të mos bien pre asnjë provokimi nga kushdo qoftë në ditën e nesërme. Tubimet për shënimin e Vidovdanit duhet të organizohen në përputhje të plotë me ligjin, jo të shndrohen në një mjet për instrumentalizim politik nga autoritetet në Beograd, të cilat tentojnë të eksportojnë krizën e tyre të brendshme politike përmes provokimeve në Kosovë, vetëm për të paraqitur më pas si këndse mbrojtës të interesave kombëtare të tyre dhe të serbëve në Kosovë, dhe nuk do të tolerojnë veprime që cercenojnë rendin, sigurinë dhe paqen publike në Kosovë. Qeveria e Kosovës miratoi propozim vendimin për ndarjen e mjeteve buxhetore për zbatimin e masës 4.5. Mbështetja e mërgatës të pakos së ringjalljes ekonomike. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati tha se ndarja e 4 milion eurove mjete buxhetore do të merren nga Ministria e Financave dhe janë për policën e sigurimeve në kufi për mërgjimtarët. Subvencionimi i policave do të nisë nga data 1 korrik. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se akt gjykimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese thekson qartë se obligimi për ta konstituar kuvendin është obligim i të gjithë deputetëve dhe jo vetëm i subjektit të parë. Ai ka thënë se për këtë ka ftuar në takim krerët e partive politike të përfaqësuara në kuvend për të shtunën në orën 16. Si kryetar i lëvizjes vetëvendosje dhe në emër të grupit më të madh parlamentar të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, u jam drejtuar të gjithë krerëve të subjekteve të përfaqësuara në legjislaturën e 9 me ftesë për takim të përbashkët, ka shkruar Kurti në Facebook. Deputeti i PDK-s përparim Gruda ka konfirmuar pjesëmarrjen e kryetarit të PDK-s Memli Krasniqi në takimin e nesërm që ka thirrur kryetari vetëvendosjes Albin Kurti. Gruda tha se takimi është i thirrur nga kryetari vetëvendosjes Kurti nuk është kompromis politik. Sipas tij, zgjidhja është kthimi në votim të hapur pasi, siç tha, këtë frym e përfaqëson edhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese. Ndërkaq që deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka thënë se LDK-ja do të marrë pjesë në takimin e thirrur nga kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për të gjitha partitë, por ajo ka shtuar se nuk presin rezultate pozitive nga ky takim. Bajrami u shpreh se deputetët e LDK-s do të votojnë vetëm kur në votim të hedhët emri kandidatës për krye parlamentare. Është që kemi shumë pritje duke marrë parasysh komplet të kaluarën historike të vetëvendosjes dhe krejt sjelljet e tyre. Konferencën e sotme për mediat nuk është që mund të presim diçka nga ky takim. Është më shumë për show mediatik. Megjithatë, për tregu që jemi për konstituim të institucioneve, do të jemi prezent.
Kryetari I nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ka konfirmuar pjesëmarrjen në takimin e nesërm të ftuar nga lideri I lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Limaj konsideron domosdoshmërinë e arritjes së një konsensusi dhe marrëveshje politike për zgjedhjen e trupave të kuvendit. E ban apelin e saj, antijet. Uli, bashkëbisëdoni, tentoni me ndërtu konsensusion për konsensus ose marrëveshje politike. Dhe çështja ka mbetur këtu, ku ka qenë për dje. Asnjë zgjidhje tjetër që ka pritur. Sigurisht që po. Duhet marrëveshje politike, ashtu siç bën në demokratitë që vetëruar, dhe në këtë drejtim nisa është e hapur. Kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu ka thënë se nëse nuk I merr 61 votat e nevojshme për krye kuvendare me votim të fshehtë, ajo do të tërhiqet nga kandidatura për të parën e legjislativit. Duke dhënë interpretimin e lëvizjes vetëvendosje për vlerësimin e kushtetuesës për bllokadën në kuvend, Konjufca tha se lideri partijak Albin Kurti do të bëjë përpjekje të re për zgjidhjen e krizës, duke ftuar për takim të shtunën të gjithë liderët e partive parlamentare. Propozimi të votimit të fshehtë për kryetar të kuvendit në kuvendin e Republikës tonë nga ana e kryesuesit zotit Avni Dehari, gjykata nuk ka gjetur asnjë shkelje sa I përket votimit të fshehtë. Të gjithë ata që thonë se Avni Dehari e shkeli kushtetutën përmes votimit të fshehtë, unë mendoj që ata janë lexues të dobët të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Ata ose nuk e kanë lexuar vetë, ose interpretojnë gabimisht, ose interpretojnë me interpretime të tjerëve. Edhe kjo nuk është mirë. Gjykata kushtetuese ka thënë që nuk ka kurrë klauzule eksplicite që e obligon kuvendin patjetër me shku deri në pafundësi me votim të hapur. E ftoj sërish opozitën që të reflektojnë edhe tani pas aktgjykimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese. Dhe në fund, por jo më pak e rëndësishme, shumë e rëndësishme, aktgjykimi I gjykatës nuk e ndalon votimin e fshehtë, për këtë foli kryetari Konjufca, pra askund në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nuk thuhet se votimi I fshehtë bie ndesh me kushtetutën, të gjithë deputetët duhet të votojnë në seancën për konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Për, kundër dhe abstenim. Prandaj, me rastin e votimit të fshehtë, kur votojnë të gjithë deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës, ashtu siç ka kërkuar edhe gjykata kushtetuese, ashtu siç ka obliguar edhe gjykata kushtetuese, nëse unë, si kandidate e propozuar nga lëvizja vetëvendosje, nuk I marr së paku 61 vota, tërhiqem nga kandidatura për kryetarin e kuvendit. Akti gjykimi I gjykatës kushtetuese për seancën konstituive po komentohet në mënyra të ndryshme. Ish funksionar të gjykatave vlerësojnë se vendimi është një udhërrëfyes se si të dilet nga ngërçi ndonse ka të meta, derisa në Institutin e Kosovës për drejtësi thonë se ky akt gjykim nuk e zgjidh krizën. Megjithë pikpamjet e ndryshme vlerësohet se konsensusi politik është domosdoshmëri për zgjidhjen e bllokadës. Duhet edhe me avizatu, edhe kur t'hinë si me hinë në kuvend dhe si me dalë. Mirë bë, shumë e kjartë, këtu s'ka nevoj bërë shumë heqë, se zëdrej, ti ke fitin vota, ty ti ka besu qytetari, që ti konsiderësh institucionet, tu janë isë prej kuvendin qeveritë dhe gjitha ato institucionet tjera, mirë po, si duke këta nuk kanë vullnet me bo këtë punë, se nuk I kanë votat, nuk dojnë me bashkëpunu, me gjitha ato parti politike sa tani nuk kanë marrëveshje, ose kanë pasi marrëveshje, janë mashtru, kanë tradhtu një tjetër, kështu që vërtet ky vendim I gjykatës kushtetuese konsideroj se është vetëm si udhërrëfyes. Prandaj meta më e madhe e këtij vendimi të gjykatës kushtetuese se nuk ka thonë çka pas 30 dite. Kështu që kushtetuta ka përcaktuar saktë. Nuk gëzon as gjykata kushtetuese me thonë një vendim tjetër. Trijën mënyrat kur shuhet parlamenti, kur nuk zgjedhet presidenti, 2,
kur nuk zgjedhet kryeministri, apo kur e humb votbesimin në parlament, dhe 3, kur vetë shpërndohet nga parlamenti, nuk ka mënyra tjera. Prandaj këtu për mujt me bëu diçka, këtu mbas po duhet më konsideru, as nuk ka zgjidhje jashtëzakonshme, duhet më arrit konsensusi politik. Këtu sot ne kemi po vërtet nuk ka vullnet politik për me zgjidhje ose me dalë për këtë ngërshi, po gjykata ka thonë se s'ka drejt. Me ndryshu. S'ka drejt. Ka drejt votimit në sheft, ajo normal që di gjithkush në këtë rastin konkret, nuk ka drejt. Gjykata kushtetuese është përgjigjur në disa pyetje të cilat nuk janë bërë fare. Për më tepër, edhe në dhënien e këtyre përgjigjeve, gjykata kushtetuese nuk ka pasur guxim profesional për t'i prerë çështjet, për të treguar saktësisht se si rregullohen, mirë po që ka përcaktuar disa vlerësime të përgjithshme që realisht nuk i kontribuojnë krizës. Gjykata kushtetuese jep një afat për 30 ditëve që duhet të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, mirë po në mungesë të një dispozite ligjore, dispozite kushtetuese nuk tregon se çfarë ndodh nëse Kuvendi nuk konstituohet fare. Në anën tjetër do të thotë edhe tek çështja e mënyrës votimit e tjerë jep disa vlerësime të përgjithshme që realisht nuk e adresojnë dhe normalisht që nuk e zgjidhin krizën. Siç ka theksuar edhe vetë gjykata kushtetuese dhe kemi theksuar vazhdimisht, çështja në rastin konkret kërkon një zgjidhje politike dhe që partitë duhet të merren vesh dhe të arrijnë një konsensus për formimin e institucioneve. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, deklaroi se kanë kërkuar nga kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari takim konsultativ që të kalohet në votim të hapur. I pari Aleancës theksoi 2 të gjeturat kryesore në vendimin e gjykatës kushtetuese. Vlerësojmë se 2 të gjeturat kryesore janë praktika e votimit. Praktika e mëhershme e votimit, ajo është parapame, sikur se e dim në kuvend praktike votimit, ka qenë vota e hapur, po ashtu e gjetur e rëndësishme e që theksohet është domosdoshmëria e bashkëpunimit në këtë rast, pra në rast të mungesës shumicës, e bashkëpunimit mes forcave politike, edhe ajo që është tani vendim i gjykatës kushtetuese për këtë gjetura në shpjegimet paraprake, ndërsa në vendim është edhe kohëzgjatja. Udhëheqësi i seancës konstituive të Kuvendit Avni Dehari në një intervistë për Radio Televizionin e 21 ka thënë se duhet të ekzistojë vullneti për marrëveshje politike pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Sipas tij, pas dështimit me votim të hapur për zgjedhjen e kryeparlamentarit, do të vazhdojnë me votim të fshehur. Ka pasur të bëhen edhe kaq konferenca, po ka munguar vullneti për marrëveshje. Edhe besoj që pas përgjigjes gjykatës kushtetuese, shpresoj shumë që liderët e partive politike të ulin të merren vesh dhe të japin fund këtij ngërçi. Ka ndryshuar qëndrimeve të vendosje pas gjykimit të gjykatës kushtetuese, i cila thotë që duhet gjendur konsensus, duhet marrëveshje, duhet krijohen shumica e numrave për zgjedhjen e strukturave të kuvendit kryetarit të ri. Përgjigje ka ardhur diell, unë s'ka pasur rast që të takohem me ndonjërin prej tyre, po unë që nga fillimi mendoj që vullneti për marrëveshje nuk duhet të jetë i mangat. Kushtetuta brenda 30 ditësh ka dhënë afat që të konstituohet kuvendi. Mendoni se do të arrihet konsensus për të konstituar këtë institucion? Unë uroj që këtë bëhet edhe më shpejt, mos pritën 30 ditë sepse mjaft ka qenë deri më tash. Do të ndroni Albulena Agjiun për shkak që po kundërshtohet nga partitë e ish-opozitës për ta propozuar një kandidat tjetër për hir të zhbllokimit të kësaj situate? Unë si individ nuk mund të shpreh mendimin tim as për ndërrimin, as për mos ndërrimin, po merret një qëndrim në grupin parlamentar edhe Zëvendari, ju si udhëheqësi i seancës keni tentuar ta ndroni formën e votimit nga i hapur në të fshehur. E ndjeni veten përgjegjës pikërisht për këtë shkak sepse ka çuar drejt dështimeve të seancave, duke ditur që partitë e ish-opozitës nuk po votojnë antar për komision për votim të fshehur. Pse s'keni shkuar me votim të hapur siç ishte nisur seanca e 15 prillit? Po ju jeni dëshmitar se edhe gjatë seancat hapura kanë qenë edhe prapë s'ka pasur zgjidhje. Letra që i dërgova presidentes
ka kërkuar që të gjejmë vetë mënyrë për të dalë nga nkërçi. Edhe kjo ka qenë arsyeja që kam propozuar edhe votimin e fshehtë, po edhe që nuk po jep zgjidhje tjetër mënyrë, nuk kam pasur mundësi të gjej, të shohim tash pas përgjigjes së gjykatës kushtetuese se si do të rrjedhë punë. Çfarë vlerësoni tek vendimi i gjykatës kushtetuese? Cila është pika që duhet i referoheni për zgjidhjet e ngërçit? Le gjendet një marrëveshje. Kjo është edhe porosia e gjykatës. I përket vetëvendosjes të gjej marrëveshje, se u grupi më i madh parlamentar, a keni filluar negociatat dhe me cilet subjekte si shihni zgjidhjen, sepse kushtetuta jep të drejtë juve që të gjeni zgjidhje? Jo, marrëveshje duhet gjejnë të gjithë liderat, sepse konstituimi i seancës konstitutive është përgjegjësia e gjitha grupeve parlamentare, gjitha subjekteve, secili ka hisën te. Pastaj puna për qeverinë ndryshon. Është tjetër veprim. Çfarë veprimi për qeveri? Keni numrat apo do të keni një bllokat radhës? Nëse janë numrat, krijohet. Nëse s'janë numrat, kalon tepër subjekti tjetër. Nëse nuk gjenden prap numrat, shkohet në zgjedhje. Jeni të hapur që të lëshoni rrugë siç kanë kërkuar partitë ish opozitës duke mos patur zgjidhje të kësaj bllokade? Për çfarë? Për një shumicë tjetër parlamentare. Po nëse nuk bën numrat, atëherë natyrisht që kalohet në një shumicë tjetër parlamentare. Koalicioni i organizatave të shoqërisë civile protestoi sërish para Kuvendit të Kosovës duke kërkuar zgjidhje për ngërçin e krijuar, pasi që, siç u tha, sa më shumë që vonohet të funksionalizimi Kuvendit, aq më të thella do të jenë pasojat për qytetarët dhe vendin. Sipas shoqërisë civile, koha është për përgjegjësi e jo për interesa të ngushta partijake. U paralajmërua vazhdimi i protestave deri në konstituimin e Kuvendit. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës e parapartë mbahet sot është ndërprerë për shkak të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe shpresat për takimin e nesërm të liderëve të partive parlamentare për zgjidhjen e zhbllokimit në Kuvend. Kryesuesi i seancës Avni Dehari tha se shpreson që të arrihet një konsensus në takimin e nesërm që lideri i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti ka ftuar përfaqësuesit e partive parlamentare për konstituimin e legjislaturës së nëntë. Ai tha se seanca e radhës do të mbahet të dielën në orën 11. Se aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që e solli dje, sot u mbledhëm me përfaqësuesit e subjekteve politike për një konsult paraprake. Të gjithë ishin të mendimit që seanca sot të ndërpritet, pasi të mbahet nesër takimi i liderëve politik që është ftuar nga subjekti më i madh politik, të vazhdojmë me seancën 29/6/2005 në ora 11. Kryetarja e partisë Guxo deputetja Donika Gërvalla tha se gjykata kushtetuese ka mundur të nxjerrë një vendim më konkret, pasi sipas saj i njëjti ishte shumë i përgjithshëm. Megjithatë, sipas Gërvallës është përcaktuar nevoja që të gjithë deputetët të marrin pjesë në votim dhe që votimi fshehtë nuk është antikushtetues. Madje ajo akuzoi deputetin e PDK-s, ish ministrin e drejtësisë Abelar Tahiri, për deklarimet e tij se gjykimi kushtetuesës tregon devijimin kushtetues që lëvizja vetëvendosje ka bërë në mbi 2 muaj të vazhdimit të seancës konstituive. 3 gjëra shumë qartë i ka thënë dje vendimi i gjykatës kushtetuese, edhe pse është një vendim goxha i përgjithshëm i cili dorën zemër do të mund të ishte shumë më konkret, edhe do të mund të jepte rrugdalje. 3 gjërat kryesore përmbledhur me fjalë të thjeshta, jo me argumenta juridik, janë e para, ajo që përsëritet disa herë përgjatë këtij aktgjykimi, është fakti që deputetët, të gjithë deputetët, i obligon kushtetuta të marrin pjesë të gjithë në seanca dhe të gjithë i obligon që të marrin pjesë në votim. Shumë e thjeshtë, bardhë e zi. Nuk mund të vish në kuvend për me ndajt kot, me harxhu kohën edhe të deputetëve tjerë, edhe qytetarit duke pi kafe edhe duke ndajt kot pa votu, po kur vjen kuvend duhet vish me synimin për të votu. Askush nuk ta imponon me votu për kandidatin tonë.
Ama është e qartë që mos votimi, refuzimi i kryerjes i obligimit të deputetit është shkelje kushtetutës. E dyta, çfarë ka konfirmuar dje gjykata me akt gjykimin e saj, është që secili deputet që vjen në kuvendin e Kosovës duhet ta di që nuk vjen aty për të bllokuar, po për t'i dhënë drejtim konstituimit të kuvendit. Pyetja të cilën gjykata kushtetuese dje nuk i ka dhënë përgjigje është se çfarë ndodh pas 30 ditësh, edhe unë besoj shumë që nuk do të sfidohemi përsëri, që pas 30 ditësh kemi nevojë për zgjidhje kreative, por shumë po besoj që pas takimit të nesërm me kryeministrin Kurti, liderët edhe të opozitës do të arrijnë një dakordim. Çfarë tjetër ka konfirmuar gjykata dje është shumë e qartë. I kam lexuar të 47 faqet e vendimit dje dhe pas deklaratës së ish ministrit të drejtësisë, i cili thotë që gjykata kushtetuese flet për devijim në atë akt vendim, e kam lexuar përsëri të 47 faqet sepse nuk dojsha me e besu që ish ministri i drejtësisë kaq hapur dhe paturpshëm është i gatshëm me gënjy publikun. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armend Zemaj tha se propozimi për votimin në pako të kryetarit të kuvendit edhe nën kryetarëve është shkelje kushtetuese. Ai tha se lëvizja vetëvendosje është bllokuesi kushtetues dhe ligjor i kuvendit të Kosovës. Kështu shpreh Zemaj pas ndërprerjes së seancës konstituive, e cila vazhdon të diel. Rregullore së punës së kuvendit dhe shkelje kushtetuese ne mund të him në diçka pa e pas një interpretim, sepse atëherë bëhem shkelës për shkak të një dëshire të dikujt tjetër. Në kryetarët janë procesi ndarë, kjo është kryesia e kuvendit, lëvizja vetëvendosje është bllokuesi ta quaj kështu, kushtetues edhe ligjor i kuvendit të Republikës së Kosovës. Son mënyra se si është sjell, mënyra se si nuk ka mujt më adresu bashkëpunimin, mirëbesimin, me kriju, që përtej 48 deputetëve gjej edhe deputet tjerë që mund të arrijnë një shumicë të konsoliduar e cila zgjedh kryetarin e kuvendit dhe lejon mundësinë e krijimit të institucionit të re. Nga sot edhe 350 rekrut ushtarak janë bashkuar forcës së sigurisë së Kosovës. Në ceremoninë e betimit të ushtarëve të rinj që i takojnë gjeneratës së dytë për vitin 2025, morën pjesë përfaqësues shtetëror të cilët thanë se ushtarët e Kosovës janë të pathyeshëm e sovraniteti e integriteti territorial i paprekshëm. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se ushtria e Kosovës me hapa të shpejt po ecë drejt zhvillimit me kapacitete të plota si ushtri profesionale me përbërje multietnike. Ushtria jonë është e furnizuar më shumë se kur me arsenal ushtarak, sistemet armatimeve nga më modernet, gjersa pritet që brenda 2 viteve të ndërtohet edhe fabrika e parë shtetërore për prodhimin e municioneve në Republikën e Kosovës. Ushtria e Kosovës me hapat shpejt po ecën drejt zhvillimit me kapacitetet plota si ushtri profesionale me përbërje multietnike. Ëndrrën e gjithë atyre që sakrifikuan për liri, sot po jetësoni ju rekrut të dashur. Përballë armikut e çfarë do kërcënimit paqes atë sigurisë, ma nuk qëndron Kosova e dikurshme, por ushtria e Kosovës me shumë të ri e treja që si ju ballhapur bartën uniformën me simbolin e shqiponjës sy patrembur në krah. Komandanti i doktrinës dhe stërvitjes Jeton Dreshaj tha se tani e tutje rekrutët e rinj do të shërbejnë në ruajtjen e paqes dhe integritetit territorial të vendit. Përmes këtij trajnimi ju keni dëshmuar vendosmërinë tuaj për të shërbyer vendit dhe qytetarëve të Kosovës, duke kontribuar në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe integritetit ton territorial. Ju tani jeni pjesë e një force moderne, profesionale dhe gjithnjë me të përgatitur për sfidat e kohës. Prej sot ju mbani mbi supe, jo vetëm uniformën e forcës së sigurisë së Kosovës, por edhe besimin e një populli të tërë që pret nga ju profesionalizëm, etik dhe përkushtim.
Rekruti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Erion Musliu, deklaroi se e kaluara e vendit e ka shtyr atë t'i bashkohet ushtrisë së Kosovës. Është një ndjenjë shumë e mirë, jeta e ushtëtorit është një jetë ekstrem e mirë, edhe misioni është për me vazhdu nga përpora, qëllimi që unë e ku më apliku FSK është e kalumja dhe historia vendit tim, për cilën që të uniform që sot na e kena, shumë pjesor ma hershëm kanë dhejë shumë gjak që na me vesh edhe me kokrenor për këtë uniform. Edhe ushtarja Rina Dorocin nga Mitrovica tha se koha e stërvitjes ka qenë motivuese për të mos u dorëzuar. Është një ndjenjë shumë e mirë me konë pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, për kontrazi kam kalu shumë mirë në stërvitjen ushtarake bazë, për motivin edhe gjithçka që kanë jap instruktorët tonë për mos mu dorëzu deri tash. Sot si ushtar i ri u betua edhe Brahim Koca, djali i veteranit të luftës Vesel Koca, i cili ndihet krenar që djali i tij e vazhdoi rrugtimin për mbrojtjen e Adheut. Shumë emocionuese, uroj sukses ti e gjithë shokëve tina, inshallah kanë fatin, kanë shnetin, shërbejnë Adheut. Unë jam veteran i luftës, babën e kam vranë të luftë, deshti Zoti, fati djali i kryti me sukses testet, e pranua, uroj sukses. Në këtë ceremoni të certifikimit të rekrutëve të rinj të Forcës së Sigurisë së Kosovës u ndan mirënjohje edhe për rekrutët, instruktorët dhe tokerët e dalluar. Shikues të nderuar, më shumë informacione gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.